përshëndetjen e thjeshtë, çfarë është dezinformimi? Fillim, informacioni ka qenë në duar, ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe shpërndarja dhe krijimi i informacionit, por me globalizimin, me industrializimin u rrit pakutëria njerëzore, si thua, pra u rrit materializmi, qëllimet fitimprurëse. Pra dezinformimi në thelb është keq informimi në masë të gjerë për shumë gjëra. Do me thënë dezinformimi në ditët e sotme, të paktën për sa i takon medias, shumë portalet, cilët nuk kanë drejtues që janë gazetarë të mirëfillt dhe që do me thënë janë aty thjesht për klikimet dhe mund të bëjnë gjithçka për klikimet. Titull bombastik tërheqin vëmendjen e lundruesve në internet dhe kjo i bën këta gazetarë që fshihen pas këtyre portaleve që të përdorin tituj sa më bombastik, lajme që nuk janë të verifikuar dhe që nuk janë të vërteta, në mënyrë që të marrin sa më shumë klikime dhe përfitime. Pra sot është bërë shumë e vështirë të gjesh profesionist de facto, pra të vërtet, sepse ajo gjë që nuk ka bazë logjike për të patur peshë do ulë rast. Pra si në rastet e titujve që sapo përmendet edhe ju, një gjë që nuk ka peshë logjike do ulë rast, do përtas që të bëj zhurmë, që të bëj bujë, sepse dhe zhurma dhe buja është një efekti psikologjik njihet në retorik. Personalisht më ka rastisur në shumë raste që të përballem me tituj, me lajme që mund t'i kem shpërndarë edhe pa i verifikuar dhe më pas ato kanë dalë jo të vërteta, sepse është natyra e njeriu të tillë që ne shtyhemi që të shpërndajmë një informacion që krijon kuriozitet, interes, thashë themet. Do me thënë ka plot lajme përveç këtyre të shëndetësisë dhe të që keq informojnë, do me thënë dieta 2 ditore që do psojnë dhe ilaçet kurative, po ka edhe shumë lajme që dëmtojnë figura publike. Është shumë e vërtet, madje mund përmendim ne këtu një rast konkret të një aktor shqiptar, ku para disa kohësh ai u përfol sikur kishte ai konkretisht u nda me bashkëshorten e tij legjitime. Për një arsye të ndryshme që ai vendosi të mos i bënte publike dhe kjo është shumë e drejtë, pasi e drejta e privatësisë qëndron mbi gjithçka, e figurës së individit, edhe u përhapën lajme sikur ai e kishte tradhtuar bashkëshorten. Ai pas disa kohësh doli në dalje publike dhe tha që këto informacione të rreme jo vetëm që dëmtoni figurën e atij, por edhe të fëmijës së atij. Sepse fëmia se çfarë ka qenia më e pafajshme, sulmot më egër, sepse sot bulizmi ka qenjet më të dobta. Dhe në këtë rast, fëmia bëhet viktim e faktit se prindi është në këtë rast është figurë publike dhe portalet gjejnë, do me thënë të drejtën, që të shpifin vetëm për të mbushur, do me thënë atë numrin e lajmeve për një ditë. Amy Winehouse ka një shprehje që unë për këta gazetar jam mëngjes, drek edhe darkë e paguar. Është shumë e vërtetë, sepse qysh e nisa në fillim, ky dezinformim në fillim nuk ka nisur nga ndonjë shkak infantil të ignorancës në masë, por ka nisur nga shkencëtar inteligjent të fabrikave të duhanit, të sheqerit dhe të Coca-Colës. Agnotologjia është shkenca e përhapjes së ignorancës me qëllim që turmat, pra blerësi, të manipulohet dhe të blejë sa më shumë nga ai produkt. Konkretisht, një shkencëtar del dhe thotë që sheqeri i Coca-Colës është i domshëm për shëndetin. Shkencëtari tjetër që mbron kompaninë e Coca-Colës del dhe thotë, jo, nuk është e vërtet, sepse Coca-Cola ka këto enzima, këto substanca, këto vitamina. Njëherë në kaq është shumë mirë të konsumohet, nxit serotoninën, nxit këtë, nxit atë. Edhe turma përveç se atraktohet, pra tentohet nga shija e mirë, nga pamja ndjellëse e Coca-Colës, duan edhe këtë fakt mbështetës, si thua, për të vazhduar më shumë në epideminë e varësisë ndaj sheqerit, ndaj duhanit, ndaj kanabisit. Edhe shpërndarja e ignorancës do një farë inteligjencë në vetvete është kthyer dhe është bërë kaq banale dhe shpërndarja e ignorancës se o individ, ti mirë që po shpërndaj ignorancë, po shpërndaj me pak inteligjencë, pak me grind. Sot nuk po shpërndahet me as me grind, po thuhen disa fakte që janë teorikisht të rrëzueshme vetëm me një frazë shkencëtore, po në absurd edhe nuk e çajnë kokën fare. Në fakt një tjetër problem i ditëve të sotme është edhe përhapja në masë e gjuhës të urrëties edhe komenteve negative dhe ndonjëherë seksiste, sidomos për femrat që përfaqësojnë një figurë publike, qoftë, do me thënë, në politik, qoftë aktiviste, gazetare, të cilat në momentin që tentojnë të japin një mendim
publikisht gjykohen për mënyrën e të shprehurit, për deri në jetën private. Do me thënë, nuk merren me fakt, gjykohen vetëm sepse janë femra. Edhe dëgjojnë pafund këtë shprehje që u bëre ti. Si ja për shmend. Dhe nganjëherë në shumicën e rasteve edhe nga mediat përdoret për aparencën. Në plot emisione që kemi ne këtu në Shqipëri të paktën, femrat përdoren si kërcimtare, si objekte që nuk kanë asgjë tjetër përveç se asaj që japin me aparencën e tyre. Dhe kjo është për të ardhur keq. Ne kemi plot emisione që femrat bëjnë atë rolin e këtyre kërcimtareve dhe që qëndrojnë aty në këmbë me veshje të egzageruara. Dhe kjo pastaj nuk e di, ndikon përgjithsisht në atë idenë që kanë njerëzit për figurën e femrës. Sepse duhet të ekzistojë një lloj përzgjedhje në figurat politike, por jo vetëm. Në figurat publike femërore duhet të ekzistojë një lloj përzgjedhje, si një lloj si ti kalosh në sit, si thua, që ato që na përfaqësojnë neve si gjini të jenë të denja, të kenë etikën në veshje, etikën në artikulim, etikën në sjellje, etikën profesionale dhe të jenë profesioniste në fushën që po deklamojnë. Për shembull, një femër që del e luan në filma, për shembull, duhet të jetë e certifikuar si aktore, si duhet të ketë shumë eksperiencë në aktrim. Një femër që del e kërcen nuk duhet, një femër që ka mbaruar akademinë, sepse femër është term seksist, më të themi grua. Një grua që ka mbaruar akademinë e arteve për kërcim nuk mund të bëjë çdo lloj kërcimi. Duhet të shkojnë për koreografi të me tematika të super menduara. Ndërkohë një femër që është analiste të ketë bërë shkollë filozofie të paktën, Gjuliet Rësi, diçka në lidhje me shkencën e fjalës. Një femër që bëhet doktoresh të jetë certifikuar dhe ta ketë marrë me meritokraci. Një femër që bëhet politikane të ketë një lloj formimi. Pra po thua që mos përfitohet nga ajo kauze që ne ngrem me zë të lartë, që do të thënë femrat të mos gjykohen patjetër, se këtë e mbështesim se jemi femra vet, po realisht mos përfitohet nga kjo ideja që ne jemi femra dhe tani ne mund të bëjmë çfarë të duam, ne mund të lobojmë, edhe nuk duhet gjykohemi. Ne mund të themi gafa pafund, jo, nuk është e vërtetë, sepse po e them edhe pak në jargon termin gaf, po tregon mbas edhe pak e ashpër, por po është shumë e vërtetë që ky fenomen ndodh edhe është tragjike, le të themi, për figurën e femrës, sepse femra, siç e thash pak, kjo sita duhet kaloj, sepse në radh parë ajo po nuk tregoj respekt për veten, pra etika në radh parë janë shpikur si rregulla për të respektuar veten. Dhe ti kur respekton veten, imponon dhe respekt tek turma, edhe ulem para gjykimit gjinore. Pra edhe ky është një indikator. Se jo të gjithë personat janë të denjë për të përfaqësuar një grup. Në momentin që ne jemi gjinia më e paragjykuar, kemi nevojë për figura që na përfaqësojnë denjësisht. Ne duhet të kemi dy fish më të denja se sa gjinia, le të themi, më e privilegjuar. Pra, faji nuk është jetim, ka dy prindër këtu. E atij që përfaqëson dhe atyre që komentojnë. Në rastin atyre që komentojnë, çfarë mendon se duhet të bëjmë ne në mënyrë që të parandalojmë se është fjalë shumë e madhe, po të arrijmë të minimizojmë sadopak, do të thënë përhapjen e kësaj gjuhe urrëtie në rrjete. Për shembull, nëpërmjet mediat sociale duhet rritet censurimi. Nuk më pëlqeu një deklaratë e Mark Zuckerberg, i cili mohonte censurën, pra totalisht e mohonte censurën e Instagramit, të Facebookut, jo. Sepse kjo është pjesë e moskokçarjes botërore që po signifikon këtë brez, le të themi, moskokçarës, pra kjo mungesa përgjegjësisë. Le të bëj çfarë doj, jo. Është një imazh i dikujt, është dinjiteti i dikujt. Duhet të ekzistojë një censurë shumë e fortë. Komentet sepse aty censura në YouTube, në Instagram është sa për të thënë, ai pra komenti do jetë aty. Nëse shfaqesh qoftë edhe një shenjë vogël dhune apo ofendimi, ai koment të zhduket nga vetë aplikacioni. Këto akaunte që janë fake, pra që janë nga njerëz të pacertifikuar të zhduken. Pra jo çdo kush mund të ketë një akaunt ose në Instagram. Për mua, jo çdo kush, pra Instagrami nuk duhet lejoj çdo kënd të ketë akaunte. Vetëm personalitetet e rëndësishme që kanë diçka për të përfaqësuar. Të gjitha mund ta kemi Instagramin, por vetëm për të bërë like ose për të bërë share kauza të ndryshme, por jo për të ndikuar edhe ne, sepse ja këtu fillojnë përplasja midis
pseudo-profesioniste dhe profesioniste. Pra, qysh se e thash në antikitet që u besoj vetëm filozofëve të vërtet filozofia, vetëm doktorëve të vërtet mjekësia, tani po dalin dhe po bëjnë mjekët e vërtet me pseudo-mjekët. Si kjo puna e mjekëve popullorë në vitet 90 në Shqipëri, si puna e këtyre fallxoreve që janë skema mashtrimi të mirëmenduara ose jo banale, deri tek firmat piramidale që populli më përpara shkon tek to se sa tek një bankier i vërtet, se sa tek një mjek i vërtet, se sa tek një psikolog i vërtet. Në fakt një gjë tjetër e mirë që mund të bëhej është që në momentin që ne shikojmë që një video që na shfaqet në rrjetet sociale përmban komente negative, seksiste, gjuhërrëtie, të mos e shpërndajmë, të paktën mos bëhemi ne shpërndarës të këtyre materialeve që kanë një lloj përmbajtjeje të tillë. Në momentin që ne shikojmë që ka komente kaq shumë negative, mendoj që një koment pozitiv i joni mund të bëhet reflektim për dikë tjetër. Ashtu është. Po edhe këto materiale të cilat kanë gjuhërrëtie, pra siç e thash tek censura, nuk do të censurohet vetëm ai që shikon, po dhe ai që publikon. Direkt në çdo media sociale, Instagrami duhet verifikojë dhe nëse pikas çdo shenjë diskriminimi fyre do ta shtuki si material. Dhe të humbi ai që i publikon miliona miliarda dollar. Rëndësi ka shëndeti i turmës, i masës, që ne krijojmë një shoqëri sa më të mirë, sa më të shëndetshme. Edhe figura atij që dëmtohet në Një shoqëri dinjitoze, është një shoqëri e mirë, është një shoqëri që ecën përpara. Është një shoqëri pa luftë, është një shoqëri me sa më pak dhunë, është një shoqëri me njerëz më të lumtur. Njeriu thënë vetvete cilat do mjete që përdor, korrupsioni, dhuna, agresiviteti, prepotenca, mjedisësia, por edhe empatia, mëshira, synon lumtur. Faleminderit Aikuna për një bisedë kaq të këndshme, ishte kënaqësi që të kisha në këtë podcast sot. Shumë faleminderit Edia, kënaqësia është e gjitha imja të trajtoj këto tema të tilla. Shumë faleminderit për ftesën. Bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirë takofshim.